Në vitet e 10 Fred Cako lë Korçën dhe vjen student në Tiranë. 88. Vitet e 10. Po. Fund të 10-s. Si e gjete Tiranë? Që në banja ment atje rinë në Skënderbeu Adrianat me piro kodete. Si e gjete Tiranë dhe çfarë marrëdhënie kishe me çuna tiranëse? Shiko, unë në fillim në Tiranë kam ardhur 86-ën, erdha 2 vjet ushtar, po si çik bir kurve që isha unë, shpëtonja nga reshti, nuk rinja atje. Ja, po nuk e qenë pak shumë. Vinja rinja 3-4 orë në mëngjes, nga që më kishte ndihmuar fati që kisha mbaruar shkollën e minierave, kisha punuar edhe 6-7 vjet në minier dhe kur bënim këto tunelet këte nga Dajti me Gjenjon, edhe këta oficerë dinin shumë më pak se mua. Edhe më kërkonin ndihmë, theshin Alfred si bëhet kjo, dhe unë ju rinja atyre ushtarëve në koka, dhe u bëra si tip brigadieri atje, kupton, megjithëse kisha biografin shumë të keqe. E fitove. Po ma kishin nevojën, dhe mbas dite ikja unë dilja, e rinja këtu ke atë sheja, unë me qunat e atë shes, aty kam dajnë të E ura të bagë. Unë rinja në gjitur palati midis gjykatës së apelit dhe atë shes. Po, Skelana. Po, Kelana. Aty kam dajnë të rrugës. Edhe dilnim rini me ndonjëherë syçin me ngacmonin. Ura të bagë. Shiheshin brapa ferave aty përballë ke bordura ca çuna aty, e i thrisnin, no syço, ktheheshin syçi. Kush po Syçi ka qenë, ka pas vesin e shabanqosës. Edhe kush se ngacmonte, kush ngacmonte gjithë dunjon, ato që s'po ngasin. Ka qenë i lëvizur, kështu e mbaj mend. Çdo gjë me vrape. Më poshtë.